Nderuar qytetar, sot do t'ju prezantojmë me rastin e zotit Baqa, i cili mori zgjidhjen nëpërmjet platformës Shqipëria që dua, me ndihmën e ekipit të bashkëqeverisjes. Përshëndetje zoti Baqa. Faleminderit. Zoti Baqa do na tregoj historinë e vet që ka pasur me ndërveprimin e platformën e bashkëqeverisjes Shqipëria që dua. Pas se aplikova pas shumë vitesh, kërkuam që të bëj legalizimi i banesës, dhe pasi merr 11 herë në banesë dhe s'arrita dot një herë të më një përgjigje, përfundimisht një PM më sugjeroi që të aplikoja tek bashkëqeverisja. Arrita të aplikoj tek bashkëqeverisja dhe shumë shpejt merrti përgjigje që ishin në shqetim dhe do të merrja një përgjigje. Dhe një ditë e bukur në tetor më tha që ka dalë urdhri i punës, më erdhën, thanë më do shkosh ta marrësh lejen e legalizimit tek Reale numër 1 aty ku e marrën. Dhe e mora. Dhe shumë i kënaqur. S'do ta besoja, po ja që edhe bashkëqeverisja që ka funksionale. Ja të japim edhe lejen e legalizimit. Ju falenderoj shumë, bashkëqeverisjes uroj më të mirën. Ju ftojmë për çdo problem që keni në lidhje me institucionet e administratës shtetërore, ti drejtoheni platformës Shqipëria që dua.